Agjencia Kombëtare e Rinisë ka zhvilluar në Vlorë aktivitetin Shkolla Dimërore, një hapësirë bashkëbisedimi dhe bashkëpunimi për të rinjt nga gjithë Shqipëria. Ekselenca rinore, fituesit e olimpiadave dhe talentet e gjimnazit në fokus të takimit. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të këshillave vendor rinor nga 61 bashki të vendit, të cilët patën mundësinë të shkëmbejnë eksperienca, praktika të mira, por dhe të diskutojnë sfidat dhe problematikat me të cilat përballen në komunitetet e tyre. Gjatë takimit u ndanë shqetësime konkrete dhe u propozuan zgjidhje të cilat u trajtuan në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Rinisë, me qëllim forcimin e rolit të rinjve në vendimarrje dhe jetën publike. Për mua është e disa herë që marr pjesë tek shkolla dimërore. Duhet falenderojmë Agjencinë Kombëtare të Rinisë që na mundson këtë lloj aktiviteti, sepse nëpërmjet këtij aktiviteti ne kemi edhe një shkëmbim eksperienca, por krijojmë edhe rrjetëzimin. Un kam disa vite eksperiencë që punoj me këshillat vendor rinor dhe shkolla dimërore është një lloj eksperiencë që neve na jep mundësinë që rrallë herë nuk kemi pasur mundësi që t'i kemi të paktën në vendin ku jetojmë, por në anë të këtij aktiviteti ne mblidhemi përfaqësuese 61 bashkive dhe japim eksperiencat tona më të mira, praktikat më të mira, modelet më pozitive dhe i ndajmë këto me njëri tjetrin. Por jo vetëm kaq, kemi edhe gjitha vështirësitë, problematikat që ne hasim në punën tonë të përditshme, i ndajmë me njëri tjetrin dhe japim një lloj zgjidhje që stafi i AKR-s është një mbështetje shumë e madhe për ne. Drejtuesja e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, Sara Bodo, e cilësoi rolin e pjesëmarrësve shumë të rëndësishëm, ndërsa theksoi se ata mbajnë një përgjegjësi të madhe për përfaqësimin e zërit të rinjve, si dhe për detyrat që do të kenë në vijim në nivel vendor dhe kombëtar. Punësit rinor është një lidhse mes institucioneve dhe të rinjve. Kemi një rol vital. Një nga programet që është i financuar nga Bashkimi Evropian është Garancia Rinore. Garancia rinore synon që të preki të gjithë të rinjt në çdo bashki, pra të rinjt që nuk kanë një angazhim, një punësim, një shkollim profesional, t'i marrin të rinj dhe t'i angazhojnë në tregun e punës, në mënyra të ndryshme. Ju, si punonjës rinor, e dini shumë mirë se çfarë problematika shkan bashkit, se çfarë specifika shkan, se çfarë mentaliteti ka në fakt në ato bashki. Dhe është shumë e rëndësishme, siç themi ne nga Vlora, sipas vendit bëhet dhe kuvendi. Dhe ju, nëpërmjet mbështetjes në fakt do japi Bashkimi Evropian nëpërmjet gjithmonë Agjencisë Kombëtare të Rinisë, do punojmë së bashku për të identifikuar ata të rinj ku do ndodhen. Ju e dini shumë mirë, sidomos në verime që nëse jeni dhe më afër, se sa problematika kemi me punësimin. Duam do ta pranojmë. Dhe kjo mund të është një nga programet më ambicioze në fakt, që kam përshtypjen që do ketë një feedback të paparë, sidomos nëse ju dhe ne bashkojmë energjitë tona për të bërë një gjë tjetër, më të mirë. Grupet informale janë ata të rinj, janë 3 të rinj që bëhen bashkë dhe formojnë një grup rinor. Pra, pa kaluar nëpërmjet organizatave ftimprurse, por nëpërmjet grupeve informale, ne do shkojmë direkt tek të rinjt. Pra, 3 të rinj që duan që të marrin një projekt për të fuqizuar zonën, për të bërë aktivitete të ndryshme, për të pas një impakt në bashkinë e tyre, do kërkojnë fond tek ne dhe ne do japim 3/3 atyre, por kjo ka dhe ato vështirësitë e veta. Ju duhet të jeni ata që do i qëndroni në krye dhe në kokë këtyre të rinjve për të në fakt pastaj për të nxjerrë gjithë potencialin e vet në teren. Ne, si Agjencia Kombëtare e Rinisë, i hyjëm edhe ndërkombëtarët, pra organizatat ndërkombëtare, kanë krijuar dhe kanë financuar disa qendra multifunksionale. Po në fakt, sa aktive janë këto qendra? Jam shumë sigurisht që në shumë prej bashkive që flasin ka qendra multifunksionale. Agjencia vet i financon 5 bashki çdo vit për qendra multifunksionale. Po sa aktive janë këto? Pra, dhe kjo është roli juaj. Ju duhet të merrni përsipër fuqizimin e të rinjve. Agjencia Kombëtare e Rinisë do jetë gjithmonë afër jush, pranë jush, do ju fuqizoj me trajnime, do ju vi aty në bashki, do bëj takime në përqarqe, por duhet të jetë dëshira juaj, ju jeni aktorët kryesorë. Sipas Agjencisë Kombëtare të rinjve, aktiviteti synon të forcojë rrjetëzimin mes të rinjve dhe të nxjisë angazhimin aktiv të tyre në zhvillimin e komuniteteve lokale.